Të nderuar vëllezër dhe motra, kudo që jeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Më lejoni që në emën tim personale, në emën të stafit tim të nderuar, të respektuar, të aurojmë festën e Bajramit të gjithë muslimanëve kudo që janë në botë. Të aurojmë këtë festë të madhe haxhive tona që janë haxh. Të aurojmë këtë festë të madhe vëllezërve dhe motrat tonë që janë diasporë. Të aurojmë këtë festë të madhe popullit tonë shqiptar në Kosovë dhe në Ballkan. Të gjitha shtresave të shoqërisë, pleqve dhe trive, burrave dhe grave, të gjitha atyre të cilët e konsiderojnë vetveten musliman, duke ndjerë vetveten se janë krenar me këtë din, duke ndjerë vetveten si pjesë të këtij ummetit madh islam, ummet i pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. U aurojmë këtë festë të gëzimit, të ofrimit, të dashurisë të madhe vëllazërore, të ofrimit të ngritjes tek i madhi Allah azza wa jall, me tekbire duke thënë Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Duke thirr kurban, e që është vepër e veçantë, me të cilën ofrohen musliman të Zotit i tyre, duke auruar njëri tjetrit Bajramin, duke uruar njëri tjetrit shëndet dhe mirëqenie, duke shprehur dashurinë dhe respektin ndaj njëri tjetrit, e duke lutur të madhin Allah që të na ruaj këto të mira që na i ka dhënë, në krye tyre këtë din, e këtë iman, të na bëjë të jetojmë si musliman, të vdesim si musliman, e të ringjallemi si musliman. Të na ruaj Allahu këtë siguri, e këtë rahati, me të cilën Allahu ka të shumë na ka ndëruar. Të na ruaj Allahu këto të mira materiale të shumta të cilat na i ka dhënë, e që kur më shumë ne si popull nuk kemi pas. Ta udhëzoj Allahu këtë qeveri dhe ata që vinë pas tyne, respektivisht të udhëzoj parin ton, të parë të shtetit, të udhëzoj e të drejtoj, e të ruaj i madhi Allah azza wa jall ushtrinë dhe policin ton, dhe në përgjithësi këtë popull, ta ruaj Zoti këtë vend nga kurthat e dushmanëve, armiqve të këtij populli, të brendshëm qofshin apo të jashtë. Dhe është Zoti që të presim edhe festa tjera, në gëzim dhe në gjendje dhe me të mirë, duke festuar bashkarisht. Allahu na bëf me dash njëri tjetrin, e me respektu njëri tjetrin, e me afru të njëri tjetri, e me ndihmu njëri tjetrit, dhe me jetue bashk, brenda fjalës së Allahut azza wa jall, deri në vdekje. Allahu qoftë i kënaqur me ju dhe me ne, urime e gëzofshi dhe qofshi faqebardh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.